Prandaj, ke kujdes, ruje gjërat, ruje kohën, ruje shëndetin si sytë e ballë. Nga se këto janë që Allahu Gjellëshanu t'i ka falë dhe t'ka kriju në këtë botë për me adit vlerën e atyre. Si e din vlerën e atyre ti? Duke e falëndëruar Allahun për atë që të ka mundësuar ty t'i veprojë. Prandaj Rasulullahu sallallahu alaihi wasallam tha në hadith, të cilin e shënon Bukhariu, Allahu e mëshiroft e transmeton Ibn Abbasi, djali i miqës Rasulullahu radhiyallahu anhu, tha Rasulullahu sallallahu alaihi wasallam, ni'matan مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. Që do të thotë, dy mirësi të cilat shumë prej njerëzve janë të mashtruar, pak i vlerësojnë sa duhet. Cilat janë ato dy gjërat që janë me vlerë, e që ti nuk ja japish hapën atyre? Shëndeti dhe koha e lirë. Shëndeti dhe koha e lirë. Deri sa kemi shëndet, kënaqemi me mirësitë e Zotit, nuk e falenderojmë Zotin. Deri sa kemi shëndet, edhe haramin e bëjmë, edhe alkohol bëjmë, edhe zinave, edhe kaman punon, edhe gënjen e shpionon, edhe trakton, nuk i kthehet Allahu. E kur të smuhet, kur ti thush se s'po falesh, thot smutja, o gënjeshtar, o vëllaj përre, të gjitha kësia ti ke bërë, ishe i poshtër vëllaj. Por tash nuk e ke shëndetin, thuesh nuk po më i smutja. Po ti ishe ti edhe njerë shëndosh, prap do të kthehesh aty ku i ke pas kohën dhe shëndetin të. Prandaj, sa prej njerëzve e hargjojnë kohën kot e kot, të të zani, minarët vlojnë. Njerëzit në përtregje, në përkape, në përgjërat koda, nuk i përgjigjen Allahu. Ata janë gënjeshtarë, rëndësanë, qysh dush tuj, se është e vërtet.